Të toshi një fitore shumë e rëndësishme e vuajtur, si ndjeni pas u shpallët dhe lojtarët e ndeshjes? Ndjem shumë mirë, diskutohem, ndjem mirë që ndihmova ekimin ta bëjnë lojë, po e rëndësishme mbi të gjitha është të fitojmë ndeshjen. Sa rëndësishme ishte kjo fitore duke parë që Vllaznia fitoi ndeshjen e saj? Ishte e rëndësishme se afrohemi edhe më shumë vendit parë, se Final Fourin e kemi gati siguruar edhe pretendojmë për të marrë vendin e parë tani. Çfarë tha trajneri në dhomët e zhveshjes, duke qenë se ishte me lojtar më pak për pjesën e dytë? Trajneri thjesht të luftoshëm për topën e dytë, të tregoshëm karakterin lojë dhe të ishim të mirë në tranzicion, edhe do shënoshim golin. Si është vazhdimsinë e Elbasanit këto 5 javë të tjera të ndeshjes? Vazhdimësia do jetë pozitive, besoj. Madje me këtë ndeshjen e sotme është një indikim i mirë që do vazhdojmë mirë. Po të toshi vetë, pra ka arritur formën maksimale? Forma maksimale, besoj, është vështirë për të thënë, po mund të jetë akoma më mirë, gjithmonë mund të rregullohet. Kupa po kampionat, çfarë fiton Elbasani këtë vit? Të dyja.